Shembja e urës së Dragostunjës në aksin Librazh-Prenjës nuk është thjesht një ngjarje izoluar, por një kamban alarmi për gjendjen e shumë urave në rrjetin kombëtar. Prej vitesh, një pjesë e tyre kanë shfaqur dëmtime strukturore, pasoja nga përmbytjet, rrëshqitjet edhe mungesa e mirëmbajtjes së planifikuar. Ironikisht që prej vitit 2023, Shqipëria po zbaton një program $100 milion me Bankën Botërore për rritjen e qëndrueshmërisë së urave. Projekti Building Resilient Bridges, i ndarë në 2 faza, $55 milion aktualisht dhe $45 milion të planifikuara për 2027, synon forcimin e rezistencës ndaj ndryshimeve klimatike dhe përmirësimin e menaxhimit të aseteve rrugore. Megjithatë, ndërsa programi është në zbatim, Dragostunja u shemb. Dokumentet zyrtare pranojnë se 10 ura janë në fund të jetës teknike, mbi 30 konsiderohen me risk të menjëhershëm, ndërsa qindra të tjera kanë tejkaluar jetëgjatësinë e projektimit. Rrjeti përfshin 803 ura, të ndërtuara sipas standardeve të ndryshme dhe shpesh të papërshtatura me kushtet aktuale klimatike e ngarkesat moderne. Shqipëria është ndër vendet më të ekspozuara ndaj përmbytjeve, tërmeteve dhe rrëshqitjeve, çka rrit presionin mbi infrastrukturën. Problemi thelbësor mbetet mungesa e mirëmbajtjes sistematike dhe një sistemi modern menaxhimi. Rasti i Dragostunjës ngre pyetje thelbësore. A ishte ura e klasifikuar si me risk? A kishte monitorim të rregullt? Përgjigjet do të tregojnë nëse kemi dështim reagimi apo dështim sistemi.